Miqtë mi ju përshëndes këtu nga Galeria Fab, që gjithmonë promovon artin jo vetëm të studentëve të Universitetit të Arteve, por kësaj radhe ka ardhur për të prezantuar artin e pedagogëve të saj. Dhe ky aktivitet i cili organizohet çdo vit dhe është viti i 4, quhet Udhët 4 dhe vjen promovohet në sajt të pedagogëve të Universitetit të Arteve. Pranë me është kuratori i ekspozitës, Ermiri, i cili si gjithmonë kujdeset për imazhin dhe për promovimin e arteve këtu në galerinë Fab, diçka për këtë ekspozitë Udhët 4. Po në fakt ashtu, përshëndetje, në fakt ashtu si e tha dhe juve, në këtë galeri shpesh ekspozojnë studentët, ashtu si dhe pedagogët. Ekspozita Udhët organizohet çdo vit. Unë isha aktorali, isha koordinatori. Me pjesën kurative janë marrë disa nga pedagogët, Najada Hamza dhe Ardian Kapo, me imazhin e ekspozitës. Por si ekspozitë lindi si nevojë para 4-5 viteve, për t'i treguar edhe studentëve se kush ishin pedagogët e tyre, sepse pedagogët janë mësimdhënës, por janë dhe artistë. Dhe kështu mund të lindi dhe mund të nxjerrohet dialogu që ata kanë me njëri tjetrin në atelje. Duke parë si kryes të mirëfillt si pedagogët ashtu dhe kryesët të ardhmes që shkollohen këtu në Fakultetin e Arteve të Bukura. Këtë vit ishte një eksperiencë e re, një eksperiencë e ndryshme, po ashtu si vitet e kaluara, kjo ekspozitë mbetet një besnike, po themi, ndaj qëllimit vetë që ka. Emrat njohur si Ardian Isufi, Edison Çeraj dhe emra të tjerë, plot 25 emra që përbëjnë këtë ekspozitë, secili ka paraqitur një art të tij, një pikturë, një tablo të tij. Po, patjetër. Pjesa më e madhe e pedagogëve që marrin pjesë në këtë ekspozitë vinë me krimet e veta të përzgjedhura të krimtarisë një viti. Dhe ato, një pjesë e tyre mbeten besnik të mediumet që ato përzgjedhin, një pjesë e tyre vazhdojnë të eksperimentojnë në mediume të ndryshme. Dhe ajo që vjet re është cilësia që kjo ekspozitë do tenton të mbajë dhe propozimi i saj si një nga ekspozitët më të mira në rang kombëtar. Si kuratori i saj i kësaj ekspozite, ju jeni kujdesur edhe për kurimin e tablove, por edhe për videoinstalacionet. Si janë paraqitur ato dhe si janë vendosur në galeri? Në fakt, videoinstalacioni ka qenë gjithmonë prezent në këtë ekspozitë. Tek ne atelieri multimedias është një nga atelierët ku eksplorohet mediumi i videos në mënyrë më të shpeshtë. Gjithashtu ajo bëhet edhe në atelier të tjerë, por duke qenë e tillë, kjo propozohet vazhdimisht në ekspozitën tonë. Janë disa prej pedagogëve të shkollës të cilët elaborojnë vazhdimisht në mediumin e videos, por gjithë propozimi i videos mbetet gjithmonë në një plan superior, sepse në katrin e dytë aty ku krijohet një hapësirë më e përshtatshme për mediumin e videos. Gjithë pjesa tjetër pastaj vendoset më poshtë. Edhe pse për gjithë imazhin e ekspozitës, ashtu si thash më parë, është marrë profesoresha Najada Hamza dhe Ardian Kapo në menaxhimin e situatës së brendshme të ekspozitës, në aranximin e veprave. Kjo bëhet për të dhënë një shije tjetër ekspozitës, kurse kanë pasur vetëm detyrën e koordinimit të gjithë aktivitetit, punën e punëve, organizimin e gjithë veprave. Po për sa i përket përzgjedhjes së tablove nga ana e pedagogëve që kanë ekspozuar artin e tyre, është bërë një lloj përzgjedhje nga ana e tyre apo thjesht kanë vendosur të zgjedhin më të mirë ndër koleksionet që ata paraqesin? Në fakt, përzgjedhja e punëve ka ardhur edhe si vazhdimësi e një bashkëbisedimi që bëhet vazhdimisht me pedagogët. Me që ne jemi kolegë këtu të bashkëbisedojmë vazhdimisht me njëri tjetrin. Secili prej tyre mundohet të sjellë krimin e vet më të mirë që ka në studion e tij. Pastaj duke folur dhe duke parë punët më përpara, patjetër që punët selektohen ose veçohen prej tyre vetë që të jenë më të përshtatshme për këtë lloj ekspozite, duke nisur që nga mesazhi ose nga dimensionet, nga çfarë do gjë, për të bërë një ekspozitë që të ketë një karakter unik siç është vetë ekspozita dhe ajo të flasë në gjuhën e vet personale. Si ka pritur publiku dhe për më tepër ai që është pak më specifik të ju që janë studentët e Universitetit të Arteve, por edhe publiku i gjerë pasi gjithmonë kur hapet Galeria Fab me ekspozita e saj ka një numër të madh vizitorë. Si është pritur nga pedagogët që kanë ekspozuar të artë? Po në fakt ashtu siç thatë edhe juve, Galeria Fab ka një numër të konsiderueshëm vizitorësh gati në çdo event. Numri i eventeve është 8 i madh,
Kjo ekspozitë qëllimin e vetë e ka të lidhen ura komunikimi mes pedagogëve dhe studentëve. Kjo është e para. E dyta, pastaj në plan të dytë është se si këto pedagogë që janë nga artistë më të mirë të artit shqiptar, se si komunikojnë me kolegët e tyre jashtë mureve të akademisë. Si ekspozitë mbetet një ekspozitë që tenton të ndërtoj disa ura komunikimi, disa dialogje, dhe besoj që në ditët në vazhdim këto do konsolidohen akoma më tepër. Pritshmëria është e madhe, studentët duke qenë edhe prezent në shkollë i binde vizitojnë disa herë gjatë ditës ekspozitën. Pastaj kjo formë komunikimi do shtjellohet në një dialog më të gjatë edhe brenda ateljeve, sepse kjo është një punë, një proces që zgjat me kalimin e kohës. Ja përdorur teknika të ndryshme nga artistët për të qenë kështu edhe një dimension të zhanrit të ndryshëm dhe për të qenë në një ekspozitë. Cila është ajo tablo, do thoja, që ka ngjallur më shumë korreshtje në publik? Ato që ngjallën më shumë korreshtje janë ose punët që janë të provokuese, ose punët e pedagogëve më të dashur në shkollë, po themi, ose atyre emrave që janë më të konsoliduar. Nuk mund të them se cili prej tyre është ai që ishte më i pëlqyeri, po sidoqoftë se cili prej tyre ka specifikën e vet. Studentët pastaj lidhen dhe me pedagogun, duke lidhur me pedagogun lidhen dhe me atelierin dhe në të mënyrë lidhen edhe pastaj dhe me mediumin. Kështu që ky është, po themi, një lloj dialogu i shumëfishtë që lidhet me studentët dhe pedagogëve dhe atelieve. Pra nuk mund të specifikohet në mënyrë të veçantë njërin ose tjetrin emër. Ajo që më bëri përshtypje sapo hyra në galerinë tuaj, një zë cicërima zosht, diçka për këtë art që besoj se secili prej nesh që vjen në një galeri, edhe përveç imazhit, përveç pamjes, është edhe dëgjimi, aparati i dëgjimit ai që vjet në funksionim. Po në fakt në këto ekspozita është ide e nevojshëm prezenca e një audie. Në ekspozita të tilla mundësia e përdorimeve të shumë mediumeve, kush piktura, instalacioni, skulptura, kemi nga fotografia shumë prezente. Video është ai element plus i cili i propozuar këtë vit nga Hari Aleksi dhe Florena Gjyseni, i shton ekspozitës dhe një audio të caktuar, që është i shpërndarë në gjithë galerinë. Unë vetë si kurator shpesh kam propozuar në ekspozita që videot janë gjithmonë prezente, pikërisht për këtë përqasje që kanë ndaj krijimtarisë. Kjo ka të bëjë edhe me artin bashkëkohor apo? Patjetër. Është edhe, po themi, stimulimi i shqisave, shqisës së dëgjimit dhe shqisës së shikimit, që bashkëveprojnë me njëra tjetrën për të pasur një perceptim më të mirë të tërë atmosferës së artit kontemporan sot në Shqipëri. Ky është projekti i katërt, Udhët. Projekti i ardhshëm do të jetë vitin që vjen. Projekte të tjera që Galeria Fab nga pedagogët flasim në këtë rast që do të sjellë, cilat do jenë apo nuk është menduar? Besoj që jemi drejt një orientimi, drejt një bashkëveprimi më personal mes mediumeve. Do thotë që do tentojmë të ngrejmë ekspozita që flasin në mediumet përcaktuara qartë, qoftë një ekspozitë të skulpturës, qoftë një të multimedias, do thotë të videove dhe instalacioneve. Por kjo është një procesi do kërkoj pak kohë të ngrihet. Ne jemi gjithmonë në kërkim të rrugëve të reja, të një komunikimit vazhdueshëm si me studentët ashtu dhe me ardhashësit. Produkti besoj të jetë një surprizë e bukur dhe me mjaft zgjidhsi. Unë të falenderoj për gjithë bisedën. Faleminderit juve. Dhe si gjithmonë në Galerinë Fab ne jemi të surprizuar për të parë punët më të mira që ekspozohen në këtë galeri. Duke u përshëndetur, unë ju them mirupafshim dhe miru takofshim në punëtet e tjera të ardhshme.